Dhe thash këtu le dyshime. Unë faktikisht, kur ti fillove po debatoja me Miri, këto, menove se mos u ndikove qikata. Jo, e kisha veç me Miri. Nuk ndikohem, unë ka si lloj njeri. Rregull. A dola 2 herë, unë i shkova dhe ke kravati. Absolutisht unë bëj lojën time dhe nuk ndikohem dhe ta thash, dhe ku ishim të bëj bisedë bashkë, thash kam një lloj karakteri që unë bëj çfarë më thot truni. Absolutisht edhe ta vlerësoj dhe unë të thash edhe aty. Thash, edhe kur flas me një lloj toni, thash e kam vetë si Livia më dialekta, ku di unë nuk e di sepse kam këtë gjë, po jo se unë fol me arrogancë. Mu çunë, ti e di se mu çunë edhe banor, edhe më thënë ç'ke, pse fol në këtë lloj mënyre, këto që ishin këtu, pse ke këtë lloj toni? Unë nuk e kam se po bëj debat me ty, po kështu jam vetë lloj robi. Thash ka je, po vazhdo. Çka ke unë s'dal gjë. Atë nga amika, është rregull. Më valla vazhdo të shumë qetë, po them gjë, po. Edhe kur isha tu debatu më erdhi natë se mu duk sikur më nënvlerësoj. Jo mu duk më nënvlerësoj, e di. Okej, të më kishte thonë, mirë që Olivia, po, këtu jena vlla kena kopën nga situata që ndodhi. Ka prit një kështu. Po, nga tim, për ty na të fol. Po, se di se kë prestu, kush më pretu më, o Olivia. Po mirë pra, a di. Ja isha banore, le folem dje. Po, le ti shkush dush, mos i bëj këtit më, këtit i kthej më në atë moment. Po çfarë thotë ti më? Po pra këtë thuj. O Olivia. Po si ta them? Nuk njoh. Ti edhe, a kuptoj. Nuk njoh fare Dules. Po du ta kuptosh këtë që të them unë tash. O zotëri. O zotëri çon kam. O zotëri. Unë ta kam vë batutën gjymron, po ti s'e ke kap. Se ti thos jeni ju, theti më. Edhe unë thash ne si fis si lagje. E thash të drejtova në mënyrë. Po pra, edhe unë doja me ta ktheva me batutë me thon. Qetëso se nuk jemi këtu, jemi në tjetër variant, jemi varianti ti direkt, drejt për drejt. Unë dash një përshëndetje të parë dhe kur thuhet ju, ti duhet ta marrësh vlerësim.